Ëndrat dhe lidhjet e tyre me të ardhmen. Ka edhe një rrugë tjetër që unë e kritikoj dhe e gjykoj ndryshe. Është rruga që ka të bëjë me ëndrat. Për shembull, filani ka parë në ëndër se ka ndodhur një luftë në filan vend, e kështu e ashtu. Sot këto gjëra nuk përbëjnë informacion sepse teknologjia digjitale ka bërë botën kaq të vogël sa në fare pak kohë çdo lajm përhapet me shpejtësi. Nuk ka asnjë kuptim të besosh në thënjet e bazuara në ëndra. Tema e ëndrave është një hulumtim i gjatë dhe i thellë, i lidhur ngushtë me shumë fusha si me mjekësinë, me psikologjinë, me kontekste kulturore, fetare dhe shkencore të mirë përcaktuara. Ka shumë sociolog, psikolog, psikiatër e të tjerë që e trajtojnë këtë hulumtim, prandaj ne do ta përmbledhim mendimin në 3 çështje kryesore. Së pari, nuk ka asnjë dyshim se njerëzit shikojnë ëndra dhe kjo gjë nuk ka nevojë për ndonjë argument. Së dyti, këto ëndra në të gjitha rastet mbeten ëndra. Së treti, ekziston një lloj ëndre që është vegimi i vërtet, por unë nuk flas këtu për vegimin e pejgamberëve, sepse kjo lloj ëndre e tyre është njëra pjesë e shpalljes e komunikimit dhe inspirimit të pejgamberëve të Allahut. Kështu pejgamberi Jusuf, paqja qoftë mbi të, tregohet se pa në ëndër diellin dhe hënën. Ky është inspirim. Pejgamberi Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, pa në ëndër çlirimin e Mekës, dhe ky është inspirim. Vegimi i vërtet, ruja, nuk është një kusht për besimtarin, për të devotshmin, për besnikun dhe mikun e miqve të Allahut të madhëruar. Përkundrazi, çdo person mund të shikojë një vegim të vërtet. Për këtë na ka lajmëruar Kurani, siç është rasti për mbretin e Egjiptit, kur ai thotë dhe tha mbreti: "Kam parë në ëndër 7 lopë të majme, të cilat po i hanin 7 lopë të dopta, dhe kam parë 7 kalin të gjelbër e 7 të tjerë të tharë. O paria ime, më shpjegoni ëndrën time nëse dini ti interpretoni ëndrat." Gjithashtu thot: "O shokët e mi të burgut, njëri prej jush do t'i shërbej verë pronarit të vet, kurse tjetri do të kryqëzohet e shpendë do të hanë prej kokës së tij, kështu është caktuar kjo gjë për cilën pyetët ju." Kjo është një ëndër e vërtet. Po, ka ëndra të kota, pa pikë kuptimi, por ka edhe ëndra vegime të vërteta, mirë po ne nuk mund të mbështesim temën e ëndrave si vegime të vërteta, as si ëndra pa kuptim. Ëndrat e pejgamberëve përbëjnë një çështje më vete që kërkon një studim tjetër. Edhe si kur të arim të themi se kjo ëndër është e vërtet, cili do ta interpretonte atë? Për shembull, cili e komentoi ëndrën e faraonit? Ajo kishte nevojë për një pejgamber, po ëndrën e shokëve të burgut, cili do ta interpretonte? Edhe kjo kishte nevojë për një pejgamber.